Nuk bërtiti shumë. Rrafehet vrasësi i Ilaria Sulës. E godita 2 herë. Më kujtua gjyshi. Vrasësi i Ilaria Sulës, Mark Anthony Samson, rrëfeu përpara prokurores të gjithë skenën kur i mori jetën studentes shqiptare në dhomën e tij. Sipas asaj që raportojnë mediat italiane, Samson ka treguar se çfarë bëri pasi vrau Ilarian dhe si e futi trupin e saj në valixhe, të cilën më vonë e hodhi në një zonë pyjore jashtë Romës. Në rrëfimin e tij tronditës, 23 vjeçari me prejardhje nga Filipinet tregon se e vrau Ilarian ndërkohë që prindrit e tij ishin në shtëpi. Pasi e dhunoi Ilarian, e cila u vërtetua nga autopsia e një dite më parë, Samson pranon që goditi 2 herë me thikë nga pas, e cila vdiq menjëherë. Nuk bërtiti shumë. E godita 2 herë me thikë nga pas dhe ajo nuk ndjeu thuajse asgjë. Ajo vdiq menjëherë. U gjenda në dhomën time me trupin e Ilarias të shtrirë në tokë. E futa në 2 thas që kisha në kuzhinë. Dal nga dal, po kujtoja çfarë kisha bërë. Aty më kujtua një frazë që gjyshi im ma tha përpara se të vdiste. Për çdo gjë ka një zgjidhje, përveç vdekjes. E kontrollova disa herë nëse Ilaria ishte gjallë, por jo, ajo kishte vdekur. Trupin e saj e futa në një çantë, por zinte vetëm gjysmën. Më pas, gjeta një valixhe më të madhe, e cila e zinte të tërën, tha i përlotur Samson. Një ditë më parë, u zbuluan edhe mesazhet që Filipinasi i kishte dërguar shoqes së ngushtë të Ilarias, duke u hequr sigurisht e 22 vjeçaria shqiptare. Aty shkruante se kishte ikur të takonte një djalë që sapo e kishte njohur dhe sikur kishte kaluar natën me të.